Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku emocionet janë të zhveshura dhe çdo veprim analizohet nën lupën e publikut, marrëdhëniet mes banorëve shpesh kalojnë nga qetësia në konflikt brenda pak minutash. Një nga momentet më të diskutuara ishte përplasja mes Albës dhe Ludos, ku Alba i bërtet atij, nuk më ke respektuar mua. Ndërsa Ludo i përgjigjet ftohtë, ti nuk je gruaja ime me të respektuar. Kjo shkëmbim fjalësh nuk ishte thjesht një debat i zakonshëm, por një situatë që zbuloi shumë për ndjenjat e fshehura, xhelozinë dhe kufit e paqartë mes lojës dhe emocioneve reale. Shkaku i gjithë këtij shpërthimi ishte një veprim që në dukje duket i pafajshëm. Ludo i kishte krejur flokët Benitës. Por në realitet, për Albën ky veprim u përjetua si mungesë respekti dhe si provokim emocional. Alba reagoi me nervozizëm të madh, sepse situata preku një ndjenjë shumë njerëzore, xhelozinë. Edhe pse Big Brother është lojë dhe askush nuk i përket askujt, ndjenjat nuk ndjekin gjithmonë rregulla logjike. Për Albën, afrimiteti i Ludos me Benitën ishte një shkelje e një kufiri që ajo ndoshta e kishte vendosur vetëm në mendjen e saj. Dhe kur pritshmëritë nuk përmbushen, shgënjimi kthehet në zemërim. Nga ana tjetër, përgjigjja e Ludos ishte e ashpër dhe shumë e drejtë për drejtë. Fjalia ti nuk je gruaja ime me të respektuar ndezi edhe më shumë situatën. Edhe pse ai mund të ketë dashur të theksoj se nuk ka asnjë detyrim sentimental apo moral ndaj Albës, mënyra e shprehjes u perceptua si nënçmuese dhe provokuese. Në vend që ta qetësonte situatën, ajo i hodhi benzinë zjarrit. Ky moment nxori në pah një problem të shpeshtë në Big Brother Kosova, keqkuptimin e respektit. Respekti nuk lidhet vetëm me lidhje martësore apo romantike. Ai lidhet me mënyrën se si sillesh me tjetrin, si e dëgjon, si i flet dhe si i merr parasysh ndjenjat e tij, edhe nëse nuk i ndan ato. Alba, në atë moment, nuk kërkonte pronësi mbi Ludon, por vëmendje dhe konsideratë. Ndërsa Ludo, i mbrojtur pas logjikës së lojës,